ata njerëz që i ki afër me pasuninë tane, ose afër me moshën tane, ose afër me një të mirë që Allahu ta ka dhënë ty, shtyhen me ty me inati, me xhelozi, me intriga, me gjithçka. Mirë po ti mos u merr me ta. Ti puno. Derisa të ngjitesh me një shkallë tjetër, njerëzit ki me pa luftojnë kundër teje, mirën me ty, derisa të ngjitesh me një shkallë kur të lëshojnë, nuk je ma kategorie tyne, nuk mirën ma me ty. Në qovë se ti miresh me ta, ki më oba dhe ti sikur ata. Kështu që mos u merr me ta, ngjito me një shkallë manal, derisa pëtham të është në formë figurative, nuk muj me të mrima edhe nuk mirën ma me ty. Lej, mos u merr ti me ta. Veç puna, këshire punën tane, drejtimin tanë, edhe puna dhe basabër, derisa të ngjitesh me një shkallë kur ata nuk mirën ma me ty. Je kategori tjetër për ta tani. Tani, ata e gjajnë dikajnë tjetër edhe mirën me ta, që është nga tyne, ama nuk mirën ma me ty. Basabër e mos u merr me njerëzit, për shkak se më marr me ta nuk i se humbje. E di që dhe më zemra, thot Allahu Azza wa Jalla ka thonë Muhamedit alayhi salam, ngushtohet zemra jote, ngushtohet gjoksi jot për asaj në çka thojnë njerëzit. Mirë po mos u merr me ta. Ban sabër edhe ec përpara me lejen e Allahut Azza wa Jalla.